E përmende shkurtimisht sepse dua të ndërlidh me zhvendosjen e vëmendjes pikërisht me zhvillimet në Iran. Për sulmin pra e kam fjalën, atentatin që u bë ndaj Donald Trump, ku më pas edhe i dyshuari doli dje para gjyqit. U diskutua shumë se e tëra ishte një skenar i mirë menduar për të zhvendosur pikërisht vëmendja nga zhvillimet që po ndodhin në konfliktin mes SBA-ve dhe Iranit. Dhe në bazë të asaj që ju përcjellni në përditshmëri, analizave që bëni për çështje të caktuara, mund të ketë doza të një së vërtete në krejt këto aludime, sepse ka pasur shumë shenja të cilat deri diku edhe më pas mund të dërgojnë aludime të tilla. Ishte fjalimi i Trumpit i përgatitur më një herë që doli në konferencë, ishte një panik shumë i vogël i gazetarëve të pranishmëve aty, madje njëri veçohet i cili nuk e prish fare rahatin, vazhdon që të haj ushqimin, reagimi deri diku i fillimisht tërhiqet Vance nga vendi ku po qëndron dhe më pas kalon tek Trump dhe ka shenja të cilat deri diku të lënë të mendosh se edhe mund të jetë diçka e mirë menduar. Teoritë konspirative, thëmë spari, e vërteta nuk do zbuluat. Të kërkojmë sa të duash. Kjo është e sigurt. Jo, nuk gjë. E vërteta nuk është as për Kenedin. Ka kalu gjysmën e shekullit. Mendoj që ka teori të ndryshme. E para është opinioni amerikan, trendet tregojnë që ka një pëlqyeshmëri të dobët Trumpi. E dyta është tërheqja vëmendjes nga lufta ose anpushimi momentalisht i brisht me Iranin, dhe treta dosja Epstein. Cile kësaj të fundit nuk mund ikë. Është e kotë. Përmendi kur 1800. Pavarësisht që nuk po përmendet më. Po jo, është zbut në hijet saj që njerëzit dëshirojnë ndonjëherë a mund të jetë kurdisje. Se cila situatë ka të bëjmë pas e kam fjalën në këtë kontekstin e teorive konspirative që po diskutojmë, sepse edhe sulmi që ndodhi me Iranin u tha se u bë pikërisht për të zhvendosur vëmendjen nga dosja Epstein dhe gjithat kanë më pas një narrative e cila ndërtohet, Bilal. Blend, është shumë interesant të bëjnë një krahasim për vendin. Në Hilton, në 30 mars, ju jeni 3, nuk e nishin as lindur në atë kohë, nuk kom qenë në zonë si klasë 7, duket aty klasë 7. 30 mars 1981 u godit mund këtë vend, Ronald Reagan. Dhe atentatori John Henken ka qenë një teori pas 20 viteve. Zamës presidenti asaj kohë ka qenë George W. Bush, i vjetri. Dhe thua që atentatori ka pas miqësi me familjen Bush. Dhe nuk është të rastisht me asgjë. Po flas çdo herë, në teoritë konspiracionit, një autor amerikan që ka bërë këtë ndërlidhje. Tash, a mund të jetë, ky nuk ka qenë budalla. Thëmë drejtë atentatori, tash ndaj Bushit, nuk mund tash për Bilivili ka qenë student jashtëzakonisht, profesori i tij lëm përshtypje që në matematikë, në biologji, ky ka qenë programer i lojrave të kompjuterit. Mund të them një inovator këtë drejtim. Dhe edhe pse Trumpi e ka quajtur ujk i vetmuar, bile Trumpi e ka një deklaratë jashtëzakonisht interesante. Jeta është më e mirë pa qenë president. Këtë ka dje, duket. Edhe ai ka silimet asaj se është një detyrë e rëndë, u hin belaja të shumta që realisht ka po që më mirë të mos jesh president, të na është hyjimi më bë president, por problematika qëndron që këto teori, të cilat dëshirojnë dokush ta zbulojë të vërtetën, është jashtëzakonisht larg. Dhe mund të them drejtën, ato mund ta që atentatorin e 80-nitës e kanë shpallur të çmendur. Mund të jetë pastaj shpallur edhe ky çmendur. Dhe mendoj në këtë drejtim ka pas, sepse aja ngrania që thëshë që përmendet ti një pjesëmarrësi aty përmi 2000 persona, që ka qenë një lloj probimi korrespondentëve. Duket totalisht i pashqesuar me atë se çfarë. Dhe tash qenë teori që bilaja tërheqja e G.D. Vance-it në atë mënyrë e roja speciale apo gardës. Reagimi që më i shpejt për G.D. Vance se për vetë Trump. Dhe më pas u duk se edhe zonja e parë Melania Trump mbeti disi si mbrapa Trumpit, pati shumë konfuzitet në gjithë atë se... Ndonëse e kuptoj qysh në fillim Melania se ishin të shtëna, por me gjithë atë në videon që u pa, G.D. Vance u largua i pari dhe ishte më i shpejt realisht, sepse Trumpi edhe u rrëzua gjatë rrugës. Detektori metalik që ka hyrë, atentatori, mendoj që perimetri brendshëm i sigurisë dhe jashtëm
Është për 16 shërbime inteligjente, plus FBI, pastaj garda, rojet e afërta, truprojet, ka qenë e pamundshme të hyjë ai person në një event të tillë. Dhe të gjitha teoritë tashti mund të jenë në spekulime të ndryshme. Mendoj që për momentin në Amerikë janë dy kampe të cilat nuk e përjashtojnë mundësinë e shërbimeve të jashtme, që kanë pas dëshirë të vinë ndoshta në momentet e tilla, apo të implikuar, që nuk ka ende fakte, por në Amerikë kemi fragmentim të dy grupeve të majta dhe djatha mes neoliberalëve dhe sovranistëve që përbën Trumpi dhe kampi i Kamala Harrisit. Bile ky atentatori ka qenë jashtëzakonisht propagandues dhe si tham fansi Harrisit në zgjedhjet 2024. Dhe kjo gjitha Amerika është 340 milionësh, po na po kem të lashem në Shqipëri e Kosovë me probleme kriminalitete gjona ndryshme, jo Amerika, por goditja ndaj një personaliteti